Mirë ma shikues të emisionin Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit gjithherë sponsorëve tonë që mbështesin këtë emision, por faleminderit edhe shikuesve që na ndjekin në numër kaq të madh. Sponsorët tonë janë ujë Sibura, si gjithmonë. Një shishe ujë Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë. Është prodhim vendur. Është prodhim tjetër vendur pije Aronia, që tashmë është bërë njohur edhe ditur për ju që kollëve ti shëruse. Faleminderit shumë pronorit e Sad Berisha që ka orë nga Zvicra edhe ka investuar në Kosovë. Faleminderit shumë. Është Medical Park, ai që më ka operu mu. Gjithë jo që dëni me pas një trup slim fit, shkani cakton në terminin tek doktor Mzigoshi. Faleminderit shumë. Cila është Ger Group SHPK me ndryshim profesional, gjithë ju që do ndryshim profesional për restorantin tuaj e gjeni tek Ger Group SHPK. Faleminderit shumë pronorit kushton jetishi. Ralla i vjen musafir, shikues të dashur, sonte do të flasmi për një temë krejt ndryshe, nuk do të flasmi për fen, por do të flasmi për luftën e fundit që ndodhi në vendin tonë, e cila fal ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne i gëzojmë lirin. Por mendoj që nganjëherë ne fatkeqësisht po e harrojmë ato që ka ndodhur, genocidin serb, masakrat, përdhunimet nga paramilitarët serb në Kosovë, ne po e harrojmë. Dhe është një thonje që thotë ata që e harrojnë historinë e të kaluarës rrezikojnë që ajo t'ju përsëritet, fatkeqësisht edhe po ndodh ajo, por është një njeri i cili po përkujdeset që mos me harru ato që ndodhen në Kosovë, genocidin serb edhe gjithë ato masakra, përdhunime që ndodhen nga paramilitarët serb. Ai po i dokumenton në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë shpeshherë tham kështu edhe me kolegët me që është njeri i vetëm në Kosovë, fatkeqësisht që punon pa asnjë interes, pa e paguar askush, në mënyrë vullnetare. Edhe i paraqet gjitha ato masakrat që kanë ndodhur në Kosovë, por së fundmi edhe po i dokumenton edhe varrezat masive që fatkeqësisht ende ndodhen të pa dokumentuar në vendin tonë. Pra po dini për kë është fjala, me neve sonte është Esad Shola e ftyrë me Eduard Videt më. Esad, faleminderit shumë që jeva. Faleminderit për teje. Respekt, faleminderit shumë. Po tham kështu para se me nis emisionin në emër ulu ma koqi. Në emër gjithë shqiptarëve unë falenderoj shumë për zemërsisht që ti nuk po harron ato që kanë ndodhur në vendin tonë, fatkeqësisht e thonë me fal dot, po me harruzva. Falenderoj shumë që je edhe që ekziston. Ne kena obligim me bëu diçka për ato që kanë ndodhur në Kosovë. Unë falenderoj shumë sepse ka njerëz që fatkeqësisht e kanë harruar ato që kanë ndodhur dhe po shkelin mbi gjakun e dëshmorëve që nuk ban. Po normal mirë me kujtu. Edhe normal që aja që harrohet të mo përsëritet. Është e vërtet. Po kështu që në forcat mia jam të mundu me bënd diçka në këtë drejtim. E di, unë një mati që prej kohës kur kam qenë në Radio Televizion Publik Kosovës, e di që ke punu gjithmonë kështu në mënyrë vullnetare, ke pas punu nëse s'ka bëj një vjet a dy a fal. Ne vetë kom punu pa pagesë në aty kë. Ta ne kom kalu në kanal vajsh, atë kom punu ofër 2 vjet mos gabosh, atë pa pagesë jam kom. Emisionit luftës. E di se e kem postur në emision më herët bashkë. Si bi pishman asnjëherë atë. Faleminderit shumë që erdhe sonte. Faleminderit për të përgëzoj për emisionin. Jo përveç masakra, thash edhe në prezantim që keni dokumentuar dhe dokumenton her pas here sfundmi ja keni nis me zbulu dhe varreza masive në Kosovë, gjë që më ka lënë shumë përshtypje që ka shumë. Po është shumë interesant. Qysh mendoj që mos 27 vjetë me dol njerëz edhe më lajmëru individit, jo shtetit. Se ata kur të më thirrën mua dhe çdo herë i sugjeroj që me shku në shtet me lajmëruar varr masiv. Po se di pse se lajmërojnë shtetat ose janë besim më shumë të ti. Ose janë dëshpëruar me institucionet Kosovës prej nga pas lufta deri me sot, ose mund besojnë më shumë se institucionet e Kosovës. Edhe me këto më kanë ngarkuar edhe më shumë. Se përveç grumbullimit dhe arkivimit të fatave të luftës, tash fundi jam të marrë edhe me varreza masive që për mua është shumë e kujt që zbulu sfundmi 2 se sa dishe kon dikon. E çuditshme. Sot isha në Dobrejev. Miradia Olt. Po në Miradia po Dobrejev Olt. Ku në bazë të dëshmitarëve, edhe në bazë të vendit ku isha në teren, domethënë është një varr masiv ku shumë shqiptarë ofër një mullinit aty ku ka qenë, janë grupues edhe jam lumë edhe domethënë nga paramilitarët serbë. Pa folim bazë dëshmitarëve, jo bazë
dëshmive të mia të lati kam. Po çdo herë folim bazë atyre që më kanë thirrë mua, bazë dëshmitarëve që kanë qenë prezent në atë pjesë. E që kam bune përshtypje, ke qenë edhe në qytetin e Vitinës, nga jonë Vijone, edhe e kështë zbulu dhe hotelin e kasopit balkonit Arkonit, edhe një kafeteri të fatkeqësisht shkojmë në shqiptar të rrim aty. Po ai hotel ka qenë i Arkonit, në atë kohë, po, shumicën e kohës ka kaluar aty Arkoni me ushtarët e vet. Letnisë Vitinës. Letnisë Vitinës, edhe sot prapë është e një serbit ai hotel. Për Boltina është një restorant tjetër që është funksional, që për fat keq të gjitha bizniset e shqiptarëve bëhen në atë hotel. Ka dhe kryetar komune kështu që politikanë që shkojnë aty? Me siguri, nuk e di, nuk i kom po, po në bazë njerëzve që kanë qenë dëshmitar aty. Ato e thu që është kratë, ju e kanë ngru dhe me thonë emrin apo identitetin e më zgabufsha, po është ai serb, ai pronari i atij restorani apo hoteli është tamam serb, nuk është kroat. Edhe pse në luftën e Kroacisë kur kanë ndodhur, janë orë shumë kroat në Letnica Po e di. Si janë orë, po jo ai tamam është serb atë. Po edhe rasti i fundit që më ka bon fort me dyshu kështu për njerëz që sillen ende në Kosovë është rasti i domethënë njeriu që ka marrë pjesë në për masakrat Shahin Bushit. Është arrestuar Shahin. Ai ka marrë pjesë në masakrat të Krushës. Edhe i kena videot e tina për shembull. Kena fakte. Tash nuk e kena lënë këtë punë mas dore, më të punu 24 orë në këtë drejtim. E pse policia më të arrestu ty e sa se e poshën kjo paradoks dyqysh, ti me thonë filoni ka Po ne kom prit atë ditë më arrestu Shahin Bushi, në bazë të dëshmive që 2 vite që kom arrit me grumbullu dhe me siguru, po për fat keq ajo shku edhe më ka kanos në polici, edhe normal u dosh me shku me edhe dektarat, edhe në polici. Me Shahinin çka është bëha? Është liri haloa? Nuk muna me ladin informata publike për shkak që jena në përfundim të provave. Edhe normal, unë jam i bindur edhe nuk ba me dështu për shembull që ky rast. E çka nëse dështon, a zhgënjesh ti? Po, mas parë do të më zhgënjë shteti, edhe normal që zhgënjën edhe familjarët e gjitha viktimave të Krushës të madhe, edhe Krushës të vogël, edhe një pjesë të Prizrenit, ku ka qëndruar ai gjatë kohës luftës, normal që zhgënjën edhe ne, sepse nëse dështon që ky rast, dështon komplet drejtësia për krimet serbe që kanë ndodhur në Kosovë. Ja kemi në Kosovën, se thua pak marrë zhgënjën nëse dështon ky rast? Kosovë në problem me lënë misionin tim që e kum fillu, po shumë e rëndë, është ta vjen në një moment ku një punë që e kum fillu, për shembull, sa ne kum bashkëpunuar më herët me shtet dhe me polici, ja kum marrë për shembull një rast një paramilitarit serb që ja morë dhe me tonë, a dhe morë shteti, po duke morë parasysh rastin e tina, i cili është direkt i lidhën me disa politikanë të Kosovës, është një rast që më ka bon që mos me hek dorë, edhe mos me lënë shtetin e Kosovës edhe ato me hek dorë, edhe është njërin dhe rastet ma të rona pas përfundimit luftës që kanë ndodhur në Kosovë, sepse qatë gjatë që ka ky zinxhirin tek shqiptarët është e pabesueshme. Edhe duke marrë parasysh për shembull familjarët e tina çfarë pozita kanë në shtetin e Kosovës. Kam dëgjuar që familjarët e tij kanë pozita shtetërore edhe kanë postarë. Edhe kanë qenë, domethënë, kogja funksionueshtë në parti të Kosovës. Po normal që të nuk këtë probleme, adin që kanë ngesë kjo punë që është ku adin zhag. Edhe ka njerëz për shembull që kur kanë fillu me marrë me rastin e tina, domethënë ka njerëz që kanë dështuar qëllimisht adin në këtë rast, apo kanë dezertu për arsye të presionit, edhe kanë pas frikë më morë me këtë rast. Janë ndru hetus për shembull, sepse
Kotbaj, kjo është një rast shumë interesant, rast që lidhet më shumë edhe me politikën e Kosovës. E qysh ka ardha në Kosovë? Po më intereson që Shahim Bushi. Në cilin veta, kura, qysh? Tash para atëherë kur e qita unë për herë të parë që nga 2001 domethënë nuk ka qenë Kosovaj. Ajo për herë të parë mu martu me gruën e katërt, sepse 3 gra i ka kë. Edhe qëllimi tina ka me na poshtru neve, si popull o si shtet, me orë mu martu këtë, edhe kur ti këpiti venit, edhe mi publikua fotografi që dorsme në bona në vendin ku këmë bon gjenocid edhe krim gjatë luftës Kosovë. Po, tash ku shku me morë, adin në kufi, është pak e dhëmshme me cek, po do të përmendim momentin kur aj do arrestohet, do avun burgin, edhe besoj që do i publikujna edhe emrat e bashkëpunëtorëve tina që janë shqiptarë, edhe do t'i publikujna edhe emrat e atyre që e kanë përkro deri në këto momente e Shahim Bushi. A duhet fatkeqësisht kryetari i Prizrenit nëse shpallet fajtor Shahim Bushi të marrë një pjesë përgjegjësisë apo jo? Po normal se e kanë njohur shumë mirë ato. Do të me dalë. Mon kryetari Shaqirtuta e ka njohur Shahimin. Po atëherë nëse nuk e kanë njohur, s'u ka një komunë serioze, nuk mundet me marrë kanë duajnë aty në komunë dhe me punu. Se vllai ti punon në komunë apo? Këto kanë njohur, po Leventi ka qenë zavend kryetari i Prizrenit, tash u drejtori i financave. Për fat keq, një në 9 fëmijët e dëshmorëve bredhin rrugëve, veteranët invalid të vërtet, të mbledhin kanoqe, një pjesë bukur e madhe ka bën vetvrasje gjatë luftës për shkak të kushteve, e tash një familje që ka kryer gjenocid në Kosovë, me kam për shembull gati thuajse në krye të shtetit është e pakuptimit edhe është që nuk bën me fol historia e Kosovës asnjëherë. Absolutisht. Po me një intervistë, nëse s'gaboj kur ka ty kryetari Shaqirtuta e ka thonë që se një ndërkohë ti e kishe unë komolum të ushtë në faqe ti ishe në vitin 2023 një ekspozitë dhe një foto e kish bashkë me ty kryetari? Po, me kumbojt një... Pa e dollë publikisht, ka unë nuk e një sa sholën. Ja, është të fërdusë se sot rënë ju ingezë ti e që një zëtë vjetë burna për media. A mu më një shumë Sigur me thonë se një sadrin, a mu më një shumë se kumë qenë taj në komune, ka bo fotografi me mua me krejtë. Pa i kumë po në... Po, unë jam të e prit momentin e arrestimit Shahinit edhe tani unë shprethej, masi që të arrestohet kë, unë kam punë tani me klysht tjerë tina, po kupten në talmen, dhe me dalë me fakte, dalë me gjana që do të me rruhen edhe njerës ku t'i shuin, edhe me kanë pos punë, apo kanë votu. Po flit kebe që kur kje në klanë Kosovë, flit kje që kjo Shahini u arrestuhe, ta në shka po? Ja, kjo u shku mu më dënëncu mu nga Afrika. Dhe më thonë nuk është arrestuhe, ja? Po nuk e di, nuk kam një informacione. Po edhe që kështu në për portale shka kom pasë, s'di gjohë asone, po në për portale a thëshin u arrestuhe të që dhe shqyqër, puna për shkon mirë. Po nuk shoj edhe në këtë drejtim, da me shpeprej se momentin, dhe nëse deshtan kjo rast, do më kanë pas protesta shumë të moja në komunë të Prizrenit apo edhe para qeverisë nga banorët e Krushës, të dy Krushat. Sepse na jena në penal, jena duke prit vendimin, nëse nuk ndodh një gjë e tillë, do më është dështimi më i madh që ka ndodhur nga pas lufta deri më sot për dënimin e një paramilitari që ka bën gjenocid gjatë luftës në Kosovë, duke marrë parasysh që i kena gjitha faktat, i kena videot, i kena dëshmitar, do më kem gjithçka. Edhe unë jam shumë i... Pa besën e sa në drejtësi, duke di që vllau ti pas ka pozitat larta në shtet? Po, kom besu, po këta kanë qaq fuqit modhe në Kosovë që nuk mundet të me besu e njëri, apo kuptan. Ta e kanë shumë rrojt fell, edhe shumë janë të fuqishëm në institucionet e Kosovës. Se normal, për shembull, kur u arrestu një ser pra një jave, për shembull, për ta për shembull ka pas pak fakte, apo kupton. Ndërsa për Shahim Bushin ka jashtëzakonisht ka shumë fakte, ka shumë video. E çka është ky Shahim Bushi, është turka? Ky është me prejore turke, i nacionalitetit është turk. Do mos s'ka të bëj me këtë bosnjak. Po tash me këshyrën e për shembull kur kom bën ekspozit 2023 në Prizren, 3 ditë kom nejt aty, mbi 300 foto kanë qenë masakra më të rënda në Kosovë. Edhe isha me një person aty ofër, që është ka kollore,
edhe normalën që ndresha para fotografive aty, edhe ky shok ju bon shumë nervoz me dhe turqe që e kishin aty, fotografitë dhe fashin turqisht, unë se kuptoj gjuhën turke. Edhe ky shok, shkova te ky shok i bona presion që më tregu çka po thuaj? Se ketë ju rrok me ta. Edhe derisa janë largu, ka kalu një kohë disa orë, se zguzej që më tregu se ky e di që muj me eskalu si do. Më eskalu. Edhe mas 3-4 ore, tha sa po tregoj tha pse ke shty rrok me ta. Se e nita tha se një gjuhën turke shumë mirë. Edhe tha këta din thanë që kur gjon nuk e kanë bën serbët këtyne, çao dosh m'ja bën. Edhe për këtë arsye nuk deshta me tregu në atë moment. To është e Prizrenit. Po. Në shtëro. Shpesh herë sa të keni përmend edhe faktikisht herojin e Kosovës, dhëndrën tanë bashkë me motrën tonë që janë herojt e Kosovës, bashkë me herojin edhe legjendën Muj Krasniqi, edhe keni akuzuar që një shqiptar i ka qenë në prit. Sa është e vërtet? Po, kjo është e vërtet shumë, edhe thamë çdo herë kur të marr pjesë në për televizione, nëse nuk është e vërtet, ai normal do të më dalë më demantu, sepse janë sot ligjet në Kosovë kudo që jeton ai. Ai është Enver Krasniqi i Ritis, i dolën në Korish prej vitesh. Edhe ka qenë oficer edhe para luftës, gjatë luftës. Jeton në Korish tash? I shtetit serb, po nuk jeton, po e viziton ndërkohë mendimin e disa shpionave. E çish ke zbulu ti që ky ka qenë prit? Po mbos të dokumentacionit cilët e këna siguru të një shakimi nga rrugova e PS. Edhe kena do më thonë, kena fakte, edhe nëse nuk është kjo vërtet, ditën që kom përmend tonë kjo u dosht me dalë më demantu mu. Je ta më bunë se te keni fëmijë që ti shat përmend që ki videot. Normal do me dalë më boni pa dije, për secilën që e folin, nëse bëj propaganda se folin me supozime, po me thasha theme, unë nuk jam tranu me shtitë herën kom shnuar atin. Jo shikues të nderuar, ky herë me dy harddisk herë te ona për të kallzoj. 30 mijë incizime. Po. Veç te unë shka i ka pru, po dhe soj kon shpi. Kene, tash sundi ku marrë për shembull edhe dosje që gabova që si mora mi treguan në emision, shumë gabova. Çfarë dosje? Ku marrë dosje te keki domethënë gjatë luftës, keki i cili e ka ble armatimin, matronin për shtetin serb gjatë periudhës 98-99. Domethënë një kompani gjigante siç ka qenë keki gjatë luftës për shembull ka investu në ushtrinë serbe për me shkatru vendin e vet. I kam gjitha dokumentet. Kush ka qenë atë ku drejtor ose? Nuk e kam lexuar mirë, më interesoi armatimin cilën e ka bleqë për ktheva me telefon. I kam 3 paramilitar serb në dokument, cilët e kanë bën një masakër në bileq të familjes Roma dhe një familje tjetër që ke. I kam fotografitë edhe... Kush i ka bën masakër? I kam bën 3 paramilitar serb, besoj që kam në qëtë në telefon... Po, pa problem, po. Emnat e tyre... Pa problem, lepe, po, pa problem. I kom inqizu... Ishë më stani, si në shpitonë. Tesha... Po. Në një sekund... Tash me lexuar, tash me siguri kanë fillojnë ta inicialet me mbjamën, a? Po. Përmane me amën, kështë. Amën e paspor amën e mbjamën, për me ditë njerëz. Radovan Janković. Dhe mon Klopa ka Milivuj, që kanë thirë tonë. I ka e kë? Viti lindjes, e kam me vitin e lindjes dhe më 49 shka qenë, 25/9/1949. Ku ka jetu kë? Kënë pjesë të obliqit e ka bu këtë farë. Dragan Anković, Radova ka posë këtë farë në pseudonimin, me 28/7/1975. Edhe Dejan Janković, Nenade ka posë në ufken. A jetu këtu ata? Nuk e di, vetë kallëzoj tani, nëjës një minutë. Në ekzekutimin e shtyne familjes Merlako, edhe Grajqevsi. Abdullah Merlako, Ramadan Merlako, Haxhi Grajqevsi,
Sherif Mërloko, në qëta kanë morë pjesë që e sa çam ka bon përshtypje shumë që edhe doktori Polo Çekës që është i zhdukur, po Hafeshali në kishte ti miq. Po. Vllot Bobës. Va? Vllot Bobës. Vllot Bobës. Domethënë pak a shumë çështu bibie miq. Po. Edhe kam dëgjuar kështu herë pas here që përmendën njerëz që domethënë thonë që edhe ky ka rënë prit prej një shqiptari, sa është e vërtet? Po normal prita e organizuar prej shqiptarëve. Deri a guxojna me përmend prej cilit shqiptar? Ko kanë qenë për shembull, unë se përmeni, e kam përmend shumë herë, po po do të më shtit herën kom shnur tani më mor me gjykata me sana. E këto kanë qenë kanë oron prit në Slatinë me 10 prill natë 8-ën. Do ditën kur kum lindun. Edhe ja kanë ndërzuar Fadil Sileviçit në atë kohë. Edhe Fadil Sileviçin bosh dëshmitarët anë që futojnë, ja ka dërzu Slavisha Filiqit. Edhe u zhduk domon nuk është pa gjurmë prej asaj kohe, nuk di më s'ka. Nuk di kur gjë. Jo, ka qenë mjek i parë që kës. Dy shqiptarë që kanë qenë vetur me ton Shaban Eziri edhe Hetem Sinoni janë liru pa një therr në kom. A jetuin ata sot? Po. Ku në këto? Njëri në Drenas, tjetri ik në Amerikë shku. A din diçka ata për këtë rast? Po normal që din se tash 3 monca më ron prit serbët që kanë shu. A më më ron 3 persona edhe 2 më liru, një me zhdukur është ata mund me dit 10.005 vjetë. E sa të për ata shikues që e shohin emisionin e thonë po ka po furnizohet të soti, ka për merr gjithë video se ki po thuj se shumicën, s'po tham këtë shumicën 90% masakrave që kanë ndodhur në Kosovë të iki na për durë edhe i ke pak. Po një pjesë prej xhelozisë shqiptare këti fal, po suksesin sa fal. Është e vërtetë. Edhe një pjesë dhe kanë thonë për mua bos njerëzve që kum dëgju, kanë thonë që kjo është agjendë dy feshta, din bashkëpunon me shtetin serb. A dhe furnizohet për shtetin serb me video. Po në shteti serb nuk e besoj që ka interes me shfaq gjenocidin e vet. Ai ka më parë me morin qizimet. Edhe më ka kërcënuar presidenti serb dhe nëse janë bashkëpunëtorë të tyre. Ti dishta me dolën e. Si është dolën më kërcënuar. Ti ki fotën në burrun e kom po vetë me syt me që presidenti Vučić ka bo thirrje dhe ju ka përmendur për intervista që e kërkon her pas here edhe kukën tuaj. Normal. Unë e kom po na për vetë kom po, domethënë në rastin e ishte guxohet me djemt e tij kur i ka kërkuar, ka qenë edhe foto jote aty ku presidenti Vučić ka përmend. Un problem këtë popull edhe me konë njëri më i mirë kin komente negative. E vërtet. Edhe me konë njëri më i keq ki komenta den. E po ki frikë këtu sa të e di që diagnozi popullit asnjëherë. Të e di që për shembull na shqiptarët ja kanë zanot fatkeqësisht për tradhia kështu edhe me miqit njerëzit prit. Apo ki frikë ti kështu domethënë prej. Jo, stut asnjëherë. Se përmendën një rast shumë interesant, shumë biseda private nështë as bën me përmend, po pse ju kam qef. Përveç se në vetur që më kanë qitë ilaçe të ndryshme për shembull, te nxehemi aty te funza ku është e kerrit, unë s'e kam ditë, se kerrin sa msheli korrë kam një kerr 300 euro, çështë tonë lënë se edhe me vjet se nuk e bë çiraka apo vetëm. Po, e vërtet. E kështu që ka pas rrosë që po dol gjumi në parora, në për rrugë ndryshme. Se të qitë edhe për me fjet. Më ka marrë gjumi mbasi kom hyrë në vetur, mas 5 minuta ose 10 minuta nuk kom ditë më asgjë. Po nuk ka qenë kerrë shumë i shpejt, ka qenë kerrë shumë i thjeshtë. Me pas kona kerrë shpejt në mëti se do më kish harruar në shtallamni. Kështu që më myt njerëz përmes komunikacionit, po çdo kanë dështuar. E deri sot kanë dështuar, po të shumë tarmën ju baj thirrje me kon pak më të kujdesshëm, edhe me kon pak më profesionista për me pas punë me mua. Për gjithë atyre se mu më ke ka zodhë shtë privatisht, dhe më thonë, gjërimet edhe njëzimet që i ki, për gjithë atyre mu shkam ka metë kështu në pikë në zemë dhe shkam ka vronë shpirt, është një non, ku jep, dhe më thonë, kundron jetë dhe jep shpirt në pranë fëmijës saj, dhe më thonë, mi mujshë nëse s'ga bëj, edhe pranë familjes, ku i bje granoda, nëse s'ga bëj regjijave që ka, dhe më thonë, që kjo është video, sa? Kjo po me shumë e rëndë është. Shumë e rëndë, po. Kjo grua vjen është nga Drenica, është një fshat për të Kameronit. Po mu mas shumë të ishkjeve dëmë, ka prej ka din, që ku do këtë granot, ku i ka ronë barkat e. Do në e ka qa borkin i ka ronë granot, ha? Po, edhe... To është familja e saj?
familja saj nuk ka, po kjo ka martuar në këtë familje. Po dhe familja e burrit saj. Po. Të dikun kamera e fokuson edhe Foshnja një muqë. Foshnja një muqë. Ja, do më foshnja para sonja dhe shenonën e vetë të ndru jetë. Se është në qizimi dhe duke ndru jetë kja. Po këtë pome që në publiku asë njëherë për shkak të familjarëve tyne. Janë pome shumë trona. Nëse më është pak regjia me hitë se ki edhe fëmijen. Ata shku të këqy njërë për shama këtë pome, edhe nonën tjetër këtë e shesh shtetin që s'ka bon për shama kur gjohë, është e pafalshme. Vje me nuk flukt. Unë e bona në vetë shpesh, atin. Se dikush i shek të i për distantës, unë e këqyri të me ndjenja i këqyri. Kush gjerimet të kujnajnë këto familja kanë gjeruar? Po, familjarët e kanë bo. Tash është kjeve që kanë ndru jetë. Në më është të ndru jetë tash. Janë po me shumë trona. Edhe janë të pafalshme që shteti prej përfundimit luftës dhe i sëtë nuk ka bua asgjë për këtë gjenocid që ka ndodhur në Kosovë, dhe mo kej bjenë që... Shto momenti ku ndron jetë, kjo Po, tash të ndroj jetë. Na jena shumë bukë për mes. Kjo i konë dikun 25 vjetë, s'ka më shumë. Ajo vojzat, dhe më thonë, jeton... Po. Po se ka pokin gjare kora. Ka video dikun nëse s'ka bëj, ka për dhe atë vojzën, po. Po. Dhe më çdo gjeni e ka sakrifiku i jetën për me kona të lirë sot. Dhe më nuk ka këshyra, ka fëmija, ka nona, ka mujtëra. Edhe këti po me janë shumë trona. Tu po me janë të meru si e trona. Po, për fat keq, jena ku jena. Kush i ka bo këtu e dijet dhe satë? Që sërbët po kush, fatkesisht? Për granotës, a? Këtu i kanë granatu sërbët dhe ka shumë kufuma në këtë vend. Ka thmi, ka... A jetujnë familjarë përveç qësoj qikës, a jetujnë të atjerë? Nuk e di. Si siguraj që kena me bo pak... Qika është kjo qika vogël të një muishe. O para nonë sajna. Tash muna me shku me tjera video, për shambull, që janë... Unë që kemë ka prejkë shumë dhe me thonë që së më kumë fjetë dhe më thonë kër e kumë po, për e të power. Ka pjesë më trauna se kja. E di. Është edhe një vend, dikon të, nëse s'ka bëjnë kollesh, një abarë i masakru këtë me fëmijë të vogël, apo? Po, janë pomit. A i ki pomit e qësa, a i ka regjia? Po, regjia i ka. Kjo është i Zbica? Masakre i Zbicës i kom zerë vetëm disa pjesë, për shkak të pomeve trauna, se gjitha pomjet janë shumë të merruse, dhe më thonë, këtë gjitha kufumat janë dëmtuar në kry. A përshë, këtu i kanë dëmtuar me sapat. Në Zbicë kanë ndodhur kjo? Në Zbicë. Janë 127 shqiptarë të masakruar në ditë Bajramit. Janë po me shumë trauma, dhe më këtë janë më shurë janë ta din. Po ka edhe nona të unë edhe ka edhe fëmija din. Ku janë djegun në marke apo në përkolicë. Këtu kanë bo eksperimente me trupa tyne. Ku i kanë shti druma për shenë në barka të. Ta që kanë bërë këtë krime, kanë ta më njërës pa ndjenja. Ta s'kanë bërë të ndjenja i kanë bërë zhvarrimi në njëherë, furta serbe, për një hupë gjurëmet. Aja në koleq me fëmijë është qëtu t'i kom video, apo? Po e kom të në regjia në gjitha, janë po me shumë trona, përshë. E vërtet. Kja është familja Balaj, e romanishtes, që janë djekën me benzin këtë shtallë të. Ka përmendur më herë dikush. Po me shumë trona. Kjo është një prind
Kanë këtë djeg familje. Me djem. I kanë djeg për zgjodhe, po? Po, djegun janë ku duken edhe llamat në atë kohë, ku këna pas llama për shembull me gas janë kon. Këta gjithë janë djegun me benzinë. Ku duket edhe pomi atyne. Qysh i kanë djeg. Që ku duket llama këtë. Janë pomi shumë të mërruse. Po me pa koment. Po tash S'ka lon kërkosh përgjegjësi për këtë krime. Kjo është këtë si fajtur jem nadi shteti i Kosovës. Me po ki vështësi sa kur pisha shtu. Institucionet. Me të kallzu drejt një prodhan më kanë shku mu. Edhe këta unë kur më të kallzu do të them prom, nëse zgaboj për prom, s'u kum fil gjatë natën, do më kur e kom po çat gruan me të dhon shpirt, edhe fëmijën. Normal jam po me trauma që unë kara më në hise, më morë me ty pa do shtetë që din. Se o do shtetin më morë me ty, më morën individi. Po se janë trauma këtu dhe psikologikisht. Tash jeta jam me vend që me kalu një fazë pak më ndryshe, për shembull, me pas në jetë pak më ndryshe. Unë jam rrit me këtë pomi dhe logjikisht sëmi me komirën edhe në kry. Ka herë bon hanë nervos, ka herë s'jam vetja, o problem, në më morë vetën me të mirë është. Po dhe në trauma shumë. So dosh më mon hise më ke punë, absolut. Anë për në kara pa doshja din. Dyqysh si edhon ti ju ke më shumë. Normal në ku dosh më rritën me këtë pomja. Se kom meritu më rritë me këtë pomja. E vërtet. Janë shumë trauma që... Po neglizhenca e shtetit... Nuk e dhja e kore gjia që... Kjo masakra Makufësit, që janë të prejnë me Matërsharë. Tash kjo Kolliqit që folëm më herët, ku duket kjo nonë për shembull e plagus në Iran është bashkë me burrin e saj, kjo familjare, kjo çika vogël shumë me plagus në Iran. Aja ka ftyrën komplet me gjak, trupin e ka me gjak. Edhe ky burri i saj na kjo është në gjendje shumë tronë. Po këtë është një kufum të ndru jetë, ku duket. Ku e lojnë ndihmën e parë. Edhe kjo a bërë në plot fëmijë, ku duket çfarë granatime ka pas, pluma, në stop. Gjaku kjo a bërë komplet me gjak. Edhe kjo është i trupin e ka të përgjysmuar e ka kjo. Këtë janë kolegj, po me në shumë trona. Tash i falem për... Janë po me shumë trona, ku janë ta fëmijë të vogël, për shembull 10 vjet, 9 vjet. Këtë janë të masakruar? Po me siguri prej granatave, po ky tash në bazë të pomës, tash ku t'ja hekin këtë mbulesën që ka në trup, të më kështë që duket pomja këtë janë ta me gjak, pomët janë shumë të mërshme. Janë pomje shumë trona. Janë të rënditse. Unë për veti shumë pisha. Ftyrën që ka kjo tamam origjinal me po një fëmijë 10 vjet në këtë gjendje, ky është më i ri se ky me siguri vlla ka pas ton. Sa fëmijë janë masakruar këtu në fshatin Kolec? Nuk di, po ka shumë të vrarë në Kolec që se ka praman kërkuar deri më sot hiç. Ku është fshati Kolec për gjendën? Në periferi të Prishtinës. Mes Podrijevës së Prishtinës. Ka shumë të vrarë në fshatin Kolec. Në shumë ka në Makavs, ka shumë, por shama se praman kërkosh masakrën e Makufësit. Kjo është një nonë që ka kryte qanë për midis. Afer këtyne fëmijëve këtë, me siguri është nonë atyre, nuk jam e sigurt. Po kjo vend nuk e gjak, që shpa duket apëshe. Në alergjia nëse mund është se vërtet janë po me trauma e sakt. Me gjithë respektje, pos... Kjo masakra e Govës të Hasit. Kun prezencë bashkimit evropian, forca serbe i armatosin kufomat civile.
Prezident Bashkimit Evropian, forca sërbe? I armatosin ku forma civile, e ndrojnë rrobat. Edhe i veshin me rrobat të çekës nëse s'gaboj, ja? Po. Në mo kjo bon Prezident Bashkimit Evropian. Kush ka ingjizu këtë kjo video? Këtu e ka një zonë shqiptar, për momentin s'm kujtohet emri, që ka vesh një jelek të subes. Edhe e kanë leu këta. Po kanë menuar që janë të subes, se ka pasur kamera tjera këtu. E kom pa shumë njëunë që është me sakic një foto që është. Po, ky vend nuk ketë gjaku, është atë. Në qëzimin e kam një urën, se kjo publiku pak. Ku është kjo kë? Në rrugë Hasit. Kjo është i ekzekutuar me stops të bejsbollit, një ushtari që kës. Çka do këta stops të bejsbollit. Vazhdojnë tjera gjerime. Po, shumë me dhëmshme, kjo masakra Qirez Likoshan, një imbjetuar. E kam edhe masakrën e tyne vëllezërve Sejdiu dhe mo kufomat i kanë filmun në gjitha. Basi Qeremet e gjitha? Po, janë djemë të tine e kanë filmun komplet. A i ki dikon qëto? Po, i kom promu aty në regji, po besajt e këshirëm tash ndërku, mos. Kjo është një imbjetuar i asaj masakrës. Kjo masakër e Qakët, ku një të mashurit dhe moja kanë prej forca serbe Kukën, edhe këshirë ku e kanë qitë gishtin të qafadin që simbolizojnë që nëse jo keni punë me shtetin serb, kjo jo prej t'juve, kjo s'ka kry heq, vetëm i ka me të plisin të që s'ka kuk heq, ku e kanë qitë gishtin të qafa atje. Janë të rona e sa do të me nalë, se janë shumë të rona. Të janë po me të rona, po do të me ditë popli edhe Bashkimi Evropian se çfarë ka ndodhur. Na të gjithë thujnë për shembull e din Evropa çka ka bën, për shembull mund me ditë një presidentin i shteti, po nuk mundet me ditë popli i atij shteti. A ke thua gjykata e Hagës, domethënë që fatkeqësisht po mbon padrejtisht krenar të shtrisë limtore atë ka. Kur i kom thënë për shembull, kur jam takuar me avokatin e shëmthosit për shembull i kom thënë mbi 2 mijë inqizime në gjykatën speciale, kur i ka pa aty inqizime të merrohen. Sepse si shkojnë njoftun, a e ka ditë që ka pas luftë në Kosovë, po nuk e ka ditë që bashkështu detajisht po. U bën që ky genocid në çatë promosa ka strauna. Na e kanë dërguar në Hagë, edhe tash mbetet ndërgjegjën. Është rronë sa kur ti, domethënë për ty që kreator që kësmon në Hagë duke ditë që çfarë masakra kanë kryer serbët këtu dhe po ajo është padrejësia më e madhe që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Sepse na tek e fundit e kanë bëjt vendin tonë, e shtetin tonë, edhe poplin tonë që mos kena masakru fëmijë po. Po që kjo do të me ditë këtë bota që nuk ka pas të bëjmë me civilët serbë, sepse na nuk kena kohë të sulmun prej civilëve serbë asnjëherë. O që kjo ka bën luftë për mos milomu për hap masakrat më shumë në Kosovë, me mbrojt popullin e vet aq sa ka mundësi. Sepse o që kjo nuk ka pas kapacitet me shliru vendin e vetë, duke marrë parasysh që ka pas shumë vullnet madh, po armatimi ka qenë shumë i dobët. Edhe s'ke mujti mi dal tenkes për shembull me pushka ose me. Pa dash mund ndalu, po deshta mori kthyset me ta bash te rasti i maherët që thash Shajn Bushit. Është e vërtetë që një farë lule xheli që e përmendshin kanë dalë veç për shkak me të rejtë vëmendin Tiraka. Po aja dole lule xheli dol qëllimisht sepse dikush ka marrë rast shumë pare për me qitë lule xhelin vetëm për me më largu nga fokusi i Shajn Bushit. Kush fakt ka marrë? Kush e ka qitë lule xhelin ditë? Nuk di se mu më ka bloku Facebooku që 3 muaj dhe për me nuk jam kon rrjet aty në sana. Po në bos njerëzve komunin që dikush e ka qitë lule xhelin, po këta njerëz do të me di që mu nuk në këtë rast nuk ka mujt as ambasada e Turqisë në Kosovë, edhe nuk mundet më mujt askush në drejtimin e se ka bu përpjekje ambasada e Turqisë. Po me siguri po. Edhe nuk mundet më mujt mu asnjë njeri në Kosovë në rastin e Shajn Bushit. Nuk ka kapacitet kërkosh mu ndalu ose mu mujt në këtë drejtim, sepse jam i përbetun, sepse unë e kom godit rastin apo kokën më të madhe të atyre njerëzve që kanë bërë gjenocid në Kosovë, edhe të bashkëpunëtorëve shqiptarë të ngushtë dhe me hatyre. Që janë fatkeqësisht. Edhe kjo më ka bërë mu më shumë që me punu më shumë këtë drejtim, sepse e kom godit kokën
e bashkëpunëtorëve shqiptar në rastin e Shenjë Bushit. Edhe jam shumë krenar që ka ardhur ky rast dhurat më shumë prej Zotit. Me vërtet. Po për rastin e Idris Recit e keni diçka interesante? Nëse bën me përmend. Po ka fakte edhe për rastin e Idris Recit tek shyrëmtarë më tash do të më morë më shumë me hetues, me prokuror. Dihet kush e ka qitë në prit për shembull vetëm 11 që ka qenë Idris Recin, njëri jetën midis Skënderajit është shqiptar. Edhe besoj që do të më morë më shumë me këta tradhtar shqiptar. Ti e din kush është ai? Po sakt. Edhe mi kallëzu popullit që me kanë pa shoqërohen, me kanë pa rrin, kanë për përkrahen, a dhe pa këfill këtë sane, pa u pastru, apo denu mbetjet serbe në Kosovë, o problem që ky shtet me me pohajrë, apo që pa hodha të dëmonë kam me pohajrë. Me shqipim bi gjakon e këtyre fëmijëve të masakruar është për fat mirë, ka djathtë kam edhe Besnik Krasniqi, njëri ndër ushtarët më të ri të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Përshëndes me Besnik Krasniqi për këtu i përzemërsisht. Në rastin e Shenjë Bushit që kena punu jashtëzakonisht shumë. E falenderojmë shumë publikisht. Në këtë drejtim, edhe është kraj djathtë jemi, po tash kena bashkëpunim të ngushtë edhe me njerëz më të devotshëm, njerëz më të mirë të shtetit Kosovës që janë krye të institucioneve të Kosovës, që punojnë vetëm për gjakun e derdhur lëm në këtë vend. Po është rast i rëndë për shembull sa që përmend edhe më herët edhe ti, po ka edhe njerëz domethënë që kanë marrë pjesë në masakra që fatkeqësisht punojnë edhe në komunë Prishtinës edhe në për komuna të tjera, është e vërtet? Po tash do të kena mas të rastit për Zrenit, do të hyjmë gjitha komuna, normal ka në komunë Prishtinës, edhe ka në gjitha komunat ka pak janë të infektuar. Është një sërbë se s'ka bëjnë komunë Prishtinës, apo? Po, është po nuk e bëna publike, normal. Po. Për shkak se s'kem dëshirë me bëna publike dhe nuk ka nevojë me tregu njerëzve sepse ai mund me ikë, din. Po ka njerëz që kanë bërë krime, për shembull, kena njerëz në Veti, për shembull, që kanë marrë pjesë masakër qyshkit të Pejës. Veti? Po, në fshat Vetis. Cilin fshat, a guxojmë për? Nuk e di për momentin, po fshat serb. Rrugës për Letnis është me një fshat serb, e kom qitë edhe në TikTok. Ajo është serb është ai që kam. Është serb, për fat keq. Jeton atë? Derisa unë e kom publiku për shkakun rrjetin tim social më herët, gjithë shqiptarët janë për kujdes për to, edhe ai ka qenë baba në pazarin e Vitis kur mbojt hanën. S'ka gëzuar kërkosh mi bon zonë atina. Edhe kanë shotin qysh. Ka marrë pjesë masakër. Po masakër qyshkit ka marrë pjesë. E kam qitë me fakte, me fotografi, me gjitha. Po kesh një ditë edhe ofër shtëpisë tina, po shkona bërë, po s'kam drejt me shkona bërë të kërkujnë në... Ai po jetoj ka aty, alo? Po jetoj në enda aty, edhe... Së morë kosh me ta me siguri. Po ka edhe shumë edhe në Kosovë, ka njerëz që kam bërë. Po për rastin Banjska e sa, kom po që i konë edhe atje, qka... Po në shkoj shpesh në Banjska, po ta shke është rast politika din. Do të me shku me vizitu populli vetë Banjska, na me këshyrë. Unë e kam qenë atje dhe e kom po që... Me këshyrë, me folë... Nuk është bashkë ashtu qysh... Për me ditë njerëz të realitetin e Banjskës, do të me folë me ata njerëz që janë sot në Banjska, që janë në uniformë të policisë. Kom dëgju që policia që kanë marrë pjesë kundër atyve, dhe me thonë, kriminalëve të në Banjska po persekutuan edhe po kishtrajtuan, është e vërtet? Po do të me shku me pyet ata me siguri, ka diçka aty në drejtim. Prej kujt, në fakt? Nuk e di, kjo është rast politik, është se s'm ta kam me folë din. Për pa shku vetë din atje, është mirë me shku çdo gazetar edhe me intervistu. Është e vërtet që për shembull ata policë që kanë marrë pjesë, domethënë po pi qesin pi punës e kështu, kom dëgjuar kështu, është e vërtet? Nuk e di, unë personalisht nuk kam fakte, po edhe nuk kam një kështu sikur të mbas njerëzve që janë, domethënë, është një presion ushtrohet ndaj tyre për shembull për me largu nga puna ose me ndrua vendin e punës. Pse? Nuk di, personalisht s'kam fakte ne. Po diçka që të kom një dhe vetë. Po mirë me shku gazetarët, më mirë në vend gjarës, dhe me këshyrë.
qysh situata tamam. Me shku edhe në policitë Kosovës edhe për rreth Banjskës, apo? Me siguri. S'pa du me janë edhe, se s'm ta kam marrë me E sa çka se jemi minutat fundit, çka pas këtyre se u të rënditëm pas, unë falenderoj shumë që ke gjitë kuën, se e di që je vazhdimisht në teren. Po janë tash kohët e fundit ku mi pak ma fell në teren, ma shumë jam të morë me masakra, në më pëmënej me vareza masive, që kam shumë mesazhe, kam shumë kontakte në TikTok, në WhatsApp, është dyqysh se di, pse i janë t'ju drejtu gjithë të unë për çdo rast, për çdo masakër, për çdo problem e të luftës, duke marrë parasysh që na kena asaj institucionet. Po i ka humbë besimi për shembull njerëzve edhe të shumë institucionet, i ka humbë besimi shumë popullit të tjerë te instituti krimit të luftës, për shembull që u themelu para disa viteve, ku kam qenë në pjesë atë instituti, kam qenë me detyrë në pastrues për shembull, e kam pas një rrugë qesharake 300 maltare, as kom pas zyre, as jam komplet out. Po normal, për me kon ai institut që duhet me kon, në atë institut duhet me kon drejtar në streplona, unë me kon aty, edhe unë me qenë zonën drejtar, nuk punoj për emën aty, as për rrugë. Po kisha pas mundësinë me bon edhe më shumë se çka kom bërë deri më sot. Me pas një ekip të mirë me don teren, me intervistu ata njerëz që kanë halo dëshmi, kanë fakte, janë të mbjetur të masakrave të ndryshme, jo me dek për shembull me ndroje çdo ditë dëshmitar të masakrave, mos me kon gjendje shteti i Kosovës me hyp veturës ose me shku me moni kamerën, me shku me intervistu të njerëz. Pe kjo një rast në Drenis interesant, nuk e di a guxoj me përmend një vajzës që po tamam do të më këshysh më marr më shumë me këtë rast, ku ka qenë një vajzë e zhdukur gjatë luftës, edhe tash me sa diona u zinte në shtetin serb para disa muajve. Edhe ka kriju familja atje, sepse e ka marrë në atë kohë një oficer me dhunë edhe është tash atje jetën. Po për shembull tash kur të folën për dhunime, për shembull na këna folë çdo herë për masakrën e Zbicës, pas njerëz nuk u flit për dhuna që ka qenë në atë pjesë ku 5 ditë radhazi janë dhënu nana shqiptare, motrat shqiptare, pa marrë parasysh moshën që e ka pas. Ku kena edhe dëshmitar të mbjetuar të atyre dhunimeve që kanë ndodhur në Zbicë. Edhe deri sot askush nuk u marr me ta. Kemi edhe fëmijë që janë të rrit si pasojë e atij dhunimit. Ka fëmijë domthonjë që për shkak të dhunimit kanë bërë atë zonë edhe sot janë. Po e njohim na. Po s'ki ku më tregu, ku do më tregu? Ku do më tregu? Jetojnë në Kosovë? Jetojnë në Kosovë. Po çeret tash janë viktima, askush nuk ka pas dëshirë që miron dorë shtetit serb, apo me pas një fëmijë me një paramilitar serb. Atë vetë Zoti din çfarë përjetime kanë pas për shembull trauma që kanë qëndruar në shtëpi për shembull 5 ditë pa hangër pa pi. Edhe janë dhënuar vazhdimisht nga paramilitarët serb, na kena dëshmi edhe dëshmitar të atyre dhunimeve, nuk pa folëm na me fjalë për shembull dikujna që nuk ka qenë gjatë luftës Kosovë, na kemi dëshmitar që ka qenë vetë prezent aty. Po asnjëherë shteti i Kosovës nuk u mor me qit pjesën e atyre dhunimeve që kanë qenë në atë kohë masakrë të Zbicës. Edhe plot ngjarje tjera që kanë ndodhur në atë pjesë për shembull. Më shumë na ka më shumë janë me Kovend, po bondi s'po bon se sa me ato që po ja kanë gjetë pikën e dop mendoj këtij popullit, mas pore analistat e Kosovës, sepse një pjesë e madhe e shqiptarëve kanë krijuar varësi nga këtë emisione, nga këta analista apo nga këtë debate. Punë tonë e kena log, me gjithpresë më ardhë mbrëmja edhe me këshyr analistat kush fitoj, kush pa hup, kush votoj, sa deputet, tek deputet, kështu që mirë shka populli mu morë me punë të veta, me jetën e vetë, me të lashet e veta, e mos mu morë me ta. Gjithëherë do të mi njërua këta njerëz. Kështu që janë mendoj që sa ma pak mu morë me politikë, ma mirë i kena punë. Se qëllimi ty në është që na mu morë me ta dhe na me kriju varësi në këta analista apo në këta gazetarët ndryshëm.
E sa që më thonë tjetër, unë vishë më të falenderu për zemërsisht që këtë gjithë kuën me qenë prezent. Thash ti je resurs njerëzor i Kosovës dhe je pasuri kombëtare. Unë deri sot nuk e kam kthy mbrapa asnjë televizion, asnjë gazetar, jam i gatshëm me bashkëpunu me secilin, edhe kum bashkëpunu prej vitesh, edhe bashkëpunoj edhe sot, pa kur fare interesi, kur do që më thirrin mu njerëz, gazetar, portale apo televizione, unë i la punët e mia llog edhe ju përgjigjna thirrjes kur bëhet fjalë për krimet serbe në Kosovë. Faleminderit ty që më kanë mundësinë me qenë. Jo, tamam po, faleminderit edhe na besoj që kena më kon për krah teje, domethënë në çdo intervistë në terren, mund kin dispozicion. Atë po tham veç llofet, çish më thon kështu të grave, që rreth publik, po tham publikisht. Unë jam i gatshëm kudo që ti je, që të vyj, çka do që të vyj edhe me çoran dash, më shumë s'diu, ne po. No, okay, ti çdo herë më ka ofruar ndihmë si me kamera, si me staf. Falenderoj shumë, po në tarmen do të më bëj diçka pak më shumë këtë drejtim. Pa problem, mund ki dispozicion. S'po disha më thonë më shumë, faleminderit shumë me sa. Faleminderit shumë për ty. Shumë respekt, faleminderit që ekziston. Shumë faleminderit. Respekt, faleminderit shikuesve që na ndjekët. Pak i kena trondit, po çka më bën në halal, se duhet krimet me dokumentu. Normal. Faleminderit shumë shikuesve, natën e mirë, kaq të përsonte.